me pamjet live aty nga përpara kryeministrisë, po ndërkohë flasim edhe për protestën, do të kem kënaqësinë tani të kem në një komunikim live nga Brukseli, Erisa Bajazitin, e cila është një aktiviste pedagoge që jeton e punon prej vitesh në Bruksel, një zë rëndësishëm i diasporës, ish kandidate për deputete e Partisë Demokratike. Përshëndetje dhe mirë se vjen, kënaqësi të kem gjithmonë Eris. Më mbrëma, Armela, kënaqësi të jem në studion tuaj. Ndoshta një korrigjim i vogël, unë punoj në një universitet si këshilltare strategjike, dhe jo si pedagoge, por thjesht për korrektesë ndaj publikut. Jo, bëre shumë mirë në fakt, është saktësia shumë e rëndësishme, të paktën për mua. Erisa, duke pasur parasysh të gjitha zhvillimet, ne jemi në ditën e 29 të kësaj proteste. Në fakt, le ta themi për parantezë, askush nuk e kishte menduar që një protestë si kjo, e cilësuar si protesta e gjeneratës Z, do të ishte kështu, do të ishte kaq e gjatë, do të kishte kaq shumë energji etj etj. Por ndërkohë që ajo vazhdon dhe ne do të kemi rastin të analizojmë së bashku, do doja ta nisja ndryshe, do doja ta nisja dhe me një analizë mbi përgjigjet apo sulmet që kryeministri jep vazhdimisht përgjatë gjithë këtyre ditëve. Albanian Files, The Albania Files, që të jemi të saktë, është një tjetër çështje e cila ka tërhequr vëmendjen përgjatë ditëve të fundit si një nga skandalet më të mëdha të radhës, Erisa, nga njëra anë, por nga ana tjetër dhe si një dëshmi e çfarë ka ndodhur realisht përgjatë këtyre viteve për sa i përket asaj që cilësohet përzierja mes mafias betonit dhe nuk e di, qeverisjes, politikës apo betonizimit. Nuk po e zjas më shumë. Çfarë ka thënë sot kryeministri për The Albania Files dhe kthehemi së bashku. The Albanian Files është vendosur në shënjesë nga inkvizicioni revolucionar i protestës, ndërkohë që nuk është libri im dhe nuk është një botim i kontrolluar prej meje. Unë thjesht kam dhënë aty një kontribut me një tekst parathënës. Ti qepesh një botim i tillë, njësoj si të ishte koha e revolucionit kulturor kines dhe mbi të gjitha pastaj të kapesh me një tekst i cili është një tekst auto-ironik i një arkitekti. Është e prerë vetëm një pjesë e vogël në fakt e asaj çfarë ai ka thënë. Erisa, si e ke parë ti këtë çështje në vetvete dhe pse Rama u desh të kundërpërgjigjej sot, se nuk e kemi parë që të ketë pasur ndonjë ndjeshmëri ndaj çështjeve apo akuzave të rënda në gjithë këto vite, në fakt? Në fakt, Armela, ka shumë gjëra për cilat mund të flasim rreth kryeministrit, por libri The Albanian Files shpalos në të vërtetë atë që kryeministri është. Unë në fakt këto ditë jam marrë jo vetëm me letrën e hapur që i ka drejtuar arkitekti Renir de Hraf kryeministrit Rama, por jam marrë edhe me vetë parathonjen që ka shkruar kryeministri Rama, të cilin ai në fakt në kushtet e vetë mbrojtjes mundohet ta justifikoj për publikun. Dhe në fakt jam munduar të analizoj se çfarë përmban kjo parathonje. Ai fillon në fakt me frikën se si arkitektët në fakt janë të ftuar të ndihen të lirë për të bërë projektet të tyre arkitekturore në Shqipëri dhe të jenë të lirë nga rahatia mbytëse e rregullimit. Do të thotë që ai e paraqet Shqipërinë si një platformë ku në fakt nuk ekzistojnë rregulla. Në këtë libër ku shfaqen 500 e kusur projekte, rezortesh dhe projektesh, ai në fakt e paraqet në këtë parathonje gjithmonë nëse analizojmë, e paraqet Shqipërinë si një laborator arkitekture, një shkollë arkitekture. Dhe në fakt këto dosje për të janë një aventurë, janë një eksperiment i përbashkët në këtë ftesë internacionale ku ai ka ftuar arkitekt nga e gjithë bota. Mund të ndërpres, po duke të shtyrë që të fokusohemi pikërisht aty. Ndjes. Sepse sot ky ka qenë diskutimi dhe në rrjetet sociale pasi kryeministri Rama doli dhe tha
një sekond, libri nuk është i imi, atë kanë bërë arkitektët, unë falenderoj ata që më dha mundësinë që të bëj parathënien. Këtë dua të ndalem unë dhe tek e fundit ky është lajmi tani. Përmes parathënies, dakord, çfarë na tregojnë arkitektët dhe projektet? Çfarë na tregon Rama? Pra, cila është dëshmia e Ramës? Po, në fakt, këtu është edhe pika e dobët e kryeministrit kur thotë që unë nuk jam në djeni të përmbajtjes së librit, ndërkohë që dikush kur merr përsi për të shkruar një parathënie të paktën minimalisht është e dëshirueshme që ai të jetë në djeni të përmbajtjes së librit, të stilit, të asaj çka ofrohet në atë libër dhe të mos kesh djeni për atë që je duke shkruar, kjo është në vetvete skandaloze. Por për të rikthyer parathënies së kryeministrit, në fakt çfarë mungon në këtë parathënie, çka hedh poshtë pretendimin e kryeministrit që ai nuk është në djeni të asaj çfarë shkruhet në libër, ai do ta heqi le të themi një lloj përgjegjësie për atë lidhje që ne natyrshëm e bëjmë midis kryeministrit dhe këtij libri. Për shembull në këtë parathënie aty ka një pushtet të padukshëm, sepse neve nuk mund të kthejmë përgjigje për pyetjet, për shembull kush ka vendosur për këto projekte, kush i ka financuar ose kush i financon këto projekte dhe kush përfiton nga këto projekte. Dhe gjithashtu në këtë parathënie mungon një sër problematikash me të cilat kryeministri duke mohuar lidhjen që ka mbi përmbajtjen e librit, janë problematika të cilat janë serioze dhe kanë shkaktuar zëmrat tek qytetarët e Shqipërisë, sepse mund t'ju përmend disa, siç janë për shembull tensionet për transformimin urban që po përjeton jo vetëm Tirana, por e gjithë Shqipëria. Kemi konfliktet urbane dhe konfliktet për pronën. Janë shëmbje të ndërtesave në zonat të ndryshme të Tiranës dhe të Shqipërisë, rëmbimi i pronës. Janë debatet së fundmi të lidhura me trashëgiminë kulturore. Janë gjithashtu pabarazit padyshim sociale që shpalosen në vend dhe e fundit janë pikërisht impaktet që këto projekte kanë mbi mjedisin në Shqipëri. Pra, kryeministri shqiptar kërkon të largojë përgjegjësinë që ka mbi këto projekte, sepse me sa di unë, kryeministri shqiptar është edhe kryetari i Këshillit Kombëtar për territorin dhe ujin, do thotë që ai padyshim që mban një përgjegjësi për projektet, për çfarë do lloj plani dhe politikash të rëndësishme që ka në dorë fatin e Shqipërisë dhe planin urbanistik të gjithë vendit. Kështu që nuk mund të largohet kaq lehtësisht kryeministri nga përgjegjësia, por mbi të gjitha dhe sikurmosisht e kryetari i Këshillit Kombëtar të Territorit, ai mbi të gjitha është kryeministri i Shqipërisë dhe padyshim që mban përgjegjësi për çdo projekt të tillë madhor që ka një impakt të jashtëzakonshëm për qytetarët e Shqipërisë. Mos harroni që këto 500 projekte, me sa kuptojmë, nuk janë duke u projektuar ose zhvilluar për qytetarin e zakonshëm për shqiptar. Mund t'ju kujtoj intervistat e kryeministrit ku ai në fakt në momentin që i referohet qytetarëve shqiptar, më shumë ju referohet që do të punojnë në këto rezorte si kamarier, por jo që ndonjë shqiptar do të posedojë apo do mund të përfitojë në mënyrë të drejtë për drejtë nga këto projekte. Kështu që dhe në këtë aspekt kryeministri shqiptar theksin parsorë vë tek arkitektët e huaj se si ata mund të zhvillojnë këto projekte, por jo se si këto projekte do të ndihmonin realisht qytetarin shqiptar të zhvillonte ekonominë e tij dhe një jetë të zhvilluar ekonomike në vend pa që nevoja që të largohet nga Shqipëria sepse nuk sheh asnjë lloj perspektive. Unë do ndalem pas pak tek ajo çfarë ti vetë ke denoncuar në fakt në rrjetet sociale. Pra ti e ndalur dhe ke bërë një retrospektiv të gjitha asaj çfarë ka ndodhur me ambasadorët që janë sjellë ata me vendin tonë. Pse po e lidhur me këtë dhe Benim Fall? Se kisha menduar në fakt që ta transmetoja pak më vonë, por në fakt më lidhet me këtë. Pikërisht, nuk kam pasur në intervistë të premten në mbrëmje Vincent van Gerwen Uy, i cili është gazetar holandez, ai ka zbardhur detaje, ka zbardhur vazhdimisht ai në fakt në vite, nëse rilexon sot shkrimet e tij,
lidhet shumë bukur pazulli pasi ka dalë The Albanian Files dhe ai ndalet vazhdimisht tek ndikimi tek e fundit që këta arkitektë huaj kanë pasur edhe aty ku ti ndodhesh tek e fundit, dhe në Bruksel apo në vende të ndryshme, në momente të ndryshme, dhe se si ata, sipas ti, por jo vetëm sipas ti, i kanë shërbyer edhe propagandës së kryeministrit Rama. Po mendimin e regjisë, përpara se ti të ndalesh tek ky aspekt, unë do doja të sillnim pak për publikun që po na ndjek, atë që ti ke risjell në vëmendje ndërsa protestat ndodhin. Pra, regjia, ju lutem, më duhet ajo çfarë ka postuar Erisa Bayaziti në Facebook. Të huajt mendojnë se ne jemi gati të hambar dhe të pranojmë një mbret. Mjafton që ata të bëjnë qefet e tyre. A jemi vërtet kaq të pashpresë? Në vitin 2019, ish kreu i OSBE-s Borchardt u nxori gishtin e mesit protestuesve shqiptar, ndërsa Jurikim na tha se mund të hambar. To eat grass. Ndërkohë Marta Kosa tha troç, nuk ka ligj që ju bën ndërman, nëse korrupsionin e pranoni vetë si diçka normale. Por kulmi arri në mars të 2025-s. Arkitekti i njohur, Remir të Hraf, një laborator autokracie që tani ka dalë hapur edhe fal protestës në radhë të parë, por edhe fal publikimit të këtij libri. Pra, si e sheh ti në këndvështrimin tënd të që po ndodh? Në fakt, kryeministri me ose pa dashje ka nxjerrë vetveten zbuluar edhe me këtë libër, pavarësisht se ai e tundi atë libër me kaq krenari dhe përballë televizionit CNN, por është pikërisht ky libër që legjitimon në të vërtetë të gjithë këtë eksperiment që është duke kryer kryeministri Rama, i cili padyshim nuk është i vetëm. Dhe në fakt kjo video pasqyron një histori deri diku dhe të papranueshme të shumë individëve të cilët kanë ardhur dhe kanë deklaruar ose janë drejtuar publikut shqiptar me sjellje ose me deklarata të papranueshme. Dhe ajo video është më shumë një thirrje për kujtesë, sepse ne qytetarët e Shqipërisë nuk harrojmë dhe është pikërisht fakti që nuk harrojmë dhe kërkojmë që të reagojmë përballë një padrejtësie, na bën kjo që edhe në kushte ndoshta kur ka qenë shumë e vështirë dhe një situatë ndoshta të pashpresë, qytetari shqiptar gjithsesi e ka gjetur forcën, guximin për të reaguar për situata të cilat ai i cilëson si të papranueshme. Në fakt, kjo video është dhe një mënyrë për t'i dhënë edhe më shumë forcë dhe mbështetje qytetarëve, për të kuptuar më shumë rolin që kemi ne, qytetarët e atij vendi, sepse nuk mund të pranojmë më që si shoqëri të hambar, apo të pranojmë deklarata të natyrës që zgjedhjet janë të lira dhe të ndershme kur ne e dimë ose jemi dëshmitar vetë të asaj që është duke ndodhur në Shqipëri. Dhe pikërisht është kjo mbrojtja që dhe kryeministri shqiptar i bën sot ndoshta fajsisë të tij kur shprehet për ata votues që e kanë votuar, në çfarë kushte e kanë votuar qytetarët shqiptar kryeministrin Edi Rama, kur raportet në të vërtetë shfaqin një tjetër realitet të zgjedhjeve dhe të asaj që është duke ndodhur në Shqipëri. Ajo video gjithashtu le të themi është edhe një historik i shkurtër i deklaratave që janë padyshim vizioni i të huajve deri diku për Shqipërinë. Padyshim janë raste të izoluara, fatmirësisht, sepse Shqipëria padyshim ka dhe miq dhe marrëdhënie
me njerëz që e duan prosperitetin dhe... Po rastet izoluara që kanë ndodhur në momente shumë kyçe dhe kanë zgjatur, kanë qenë jo pak vite, ajo stabilokracia e famshme e ka bërë gjithsesi dëmin në aq vite. Po, Armela ke shumë të drejtë dhe ndoshta për të rikthyer videos dhe për ta bërë lidhjen ndoshta më konkrete me letrën e arkitektit Dëqraf. Në fakt ai në kërkim të mbretit dhe të kryeministrit të përjetshëm në Shqipëri dhe përmbledhja e gjitha këtyre autokratit me shije që përmendje edhe ti. Autokrati me shije, po, është në të vërtetë dosja perfekte për SPAK-un, sepse ndoshta ato që nuk kanë arritur ta bëjnë shumë veta e ka bërë vetë kryeministri në këtë përmbledhje në cilën ai ka marrë përsipër të bëjë këtë parathënie. Andaj kjo është edhe një thirrje për organet e drejtësisë për të parë se kush i ka bërë këto projekte, si qëndrojnë të gjitha këto lidhje, si janë marrë këto leje, kush përfiton nga këto projekte, a janë respektuar të gjitha ligjet dhe mënyra se si janë marrë pronat, a është respektuar mjedisi, a janë respektuar të gjitha pasuritë arkitekturore të Shqipërisë. Nuk duhet harrojmë që momenti ndoshta më i dhimbshëm dhe më i parueshëm për shqiptarët është shëmbja e teatrit kombëtar. Dhe gjithashtu nuk duhet të harrojmë deklaratat e papranueshme të kryeministit shqiptar me cilet ai për shembull i drejtohej opozitës në parlament dhe shprehej se gjithçka që do të mbronte opozita, ai do ta shkatronte. Dhe kjo tregon dhe mënyrën me të cilën kryeministri Rama ka qeverisur dhe e qeveris vendin për kaq vite, një kryeministër që kërkon në mënyrë të pamëshirshme të eliminojë opozitën, një kryeministër që nuk është në gjendje të kuptojë se çfarë kërkojnë qytetarët e tij dhe një kryeministër që padyshim nuk kërkon të dëgjojë. Po megjithatë, po, mund ta përfundosh? Yes. Duket një klounad, do të thosha, e kryeministrit shqiptar përkundrejt qytetarëve të vet, por tashmë le të themi gjithçka është kaq transparente e qartë për qytetarët shqiptar. Pse nuk është kjo thjesht një marrëdhënie personale e kryeministrit me disa arkitekt, pra mbi atë çfarë është bërë vendit? Për shembull, unë po i referojmë gjithmonë Vincent van Gerwen Uy, i cili në shkrimin e tij arkitektët duhet paguajnë këtë krim që po i bën Shqipërisë dhe ai ka bërë thirrje në fakt që SPAK të hetojë lidhur me këtë çështje, cilëson që është një rrëfim në vetvete që mund të jetë një dosje perfekte për SPAK, por e nis ai sepse po e lidh me ty. Ai e nis pikërisht me vitin 1860, kur thotë që qeveria belge organizoi një konkurs ndërkombëtar arkitekture për një pallat të ri drejtësie në Bruksel dhe ndalet tregon historinë se si arkitekti fitues kishte qenë gjithashtu pjesë e juris, pra diçka e mbrapsht që ka ndodhur atje dhe thot, e gjithë kjo, ajo që nuk dihet në Shqipëri është se një nga ofendimet më të rënda që përdoret ndaj dikujt në lagjen përreth pallatit të drejtësisë në Bruksel është, nëse e lexoj saktë, më korrigjo, shihën arkitekti mbrapsht. Dhe ndoshta thot ai pas disa vitesh edhe në Shqipëri për shkak të kësaj që ka ndodhur, do të jetë po kështu një term që do të jetë po kaq i rënd. Cili është dëmi për te marrëdhënies? Po e lidh me Brukselin sepse ti aty. Po, është e vërtet, Armela, që jam këtu dhe vetë si një qytetare pa pasur, padyshim ekspertizën e një arkitekti apo një eksperti urban, padyshim që dhe unë shoh gjëra të cilat nuk shkojnë, qytete të cilat nuk funksionojnë ose nuk janë aq të komunikueshëm për një qytetar të zakonshëm, dhe është pikërisht ky moment që Shqipëria duhet kishte mësuar nga gabimet që ka bërë arkitektura, politika, ligjet europiane në mënyrë që të mos bënin të njëjtat gabime në Shqipëri. Por në fakt çfarë ndodh, sepse është e njëjta Parti Socialiste, të njëjtët eksponent, është i njëjti kryeministër, kryetar bashkie, të cilët kanë deklaruar se kur e shihnin dhe e projektonin Tiranën dhe Shqipërinë, e projektonin horizontalisht dhe do të kujdeseshin që të kishte më shumë hapësira të gjelbërta, ndërkohë që sot shohim një Tiranë dhe një Shqipëri e cila po ndërtohet në mënyrë të frikshme vertikalisht, shkon edhe
kundër të gjithë historisë tonë arkitektonike, po të shohë qytetet, shatrat në mënyrën se si ato janë ndërtuar. Le të themi, është kryeministri shqiptar që ju ka dhënë një carte blanche arkitektëve në mbar botën që të vinë dhe të eksperimentojnë në Shqipëri me çfarë do lloj projekti të mundshëm. Dhe po ta shohësh dhe librin po ta analizosh, por edhe projekte të cilat tashmë janë bërë një realitet në kryeqytet, do të shohësh forma dhe stile të arkitekturës që jo realisht janë të pëlqyeshme për syrin estetikisht dhe nuk e kuptojmë as çfarë profili kanë, as çfarë roli kanë dhe se si e ndihmojnë ata qytetin e Tiranës apo të Shqipërisë të ndërtohet për qytetarin shqiptar. Por kur them për qytetarin shqiptar, më shkon menjëherë në mendje ideja e largimit të shqiptarëve, duket sikur kryeministri shqiptar e ka pastruar, le të themi, në pjesën më të madhe të Shqipërisë Shqipërinë nga shqiptarët për të pasur pikërisht këtë liri dhe për ta ndërtuar një Shqipëri që nuk po e kuptojmë se për kë po e ndërton, me çfarë qëllimesh po e ndërton dhe ku po kërkon ta çojë këtë Shqipëri. Pse nuk është marrëdhënie personale? Pse është përtej një marrëdhënie personale mes një kryeministri dhe disa arkitektësh, diçka shkurt këtu që të ndalem edhe një pikë e fundit? Sepse ai flet vetë për shkollë arkitekturore, ai flet vetë për ftesa, ai flet vetë për një laborator arkitektonik. Pra duket që është vetë kryeministri një nismëtar i këtij projekti për Shqipërinë. Në një shtetës së drejtës, se po e marr përgjigje ndërkohë. Në një shtetës së drejtës ndërkohë, a duhet ishte kështu? Se a duhet ishte që se të gjithë pjesa më e madhe atyre që kanë shkruar aty kam thënë që morajnë telefonat nga kryeministri, morajnë thirrje nga kryeministri, pastaj kryeministri më ftoi për këtë. A duhet ishte kështu? Pra ta kuptojmë pak çfarë është normale dhe jo normale. Unë jo më kot Armela e nisa me parathënien e tij ku kryeministri thotë këtë fjali, diçka ende e lirë nga reatia mbytëse e mbi rregullimit, sepse është e qartë që arkitektët që janë të përfshirë në këtë libër, projekte të tilla nuk do të kishin mundur të ndërtonin kaq lehtësisht në zemër të Brukselit, pikërisht për shkak të rregullave dhe të ligjeve. Dhe kjo shpjegon qartë mungesa e ligjeve, mungesa e transparencës, bën të mundur që këto projekte që nuk ndërtohen dot në qytetet europiane apo diku tjetër ku padyshim ligji është më rigoroz, është më serioz dhe zbatohet mbi të gjitha ligji, ja u bën të pamundur zhvillimin e këtyre projekteve në vende të tjera të botës. Por ndërkohë në Shqipëri gjithçka është e mundur. Nuk ka transparencë, nuk ka konsultime publike, unë nuk di të bërë ndonjë konsultim publik nëse shqiptarët kanë dashur që Shqipëria të projektohet sikur se shfaqet në The Albanian Files, dhe pikërisht mungesa e kësaj transparence bën që ne sot jemi përpara faktit, sepse disa nga ato projekte tani më janë të zhvilluara, janë të ndërtuara në Shqipëri. Por jo, nuk do të kishte ndodhur në qytetet europiane këto lloj projektesh në zemër të qendrave historike të qyteteve kryesore të Europës. Kjo do të ishte e pamundur pikërisht për shkak të rregullave rigoroze që kanë vendosur këto vende për të mbrojtur dhe historinë e tyre, identitetin e tyre. Libri ka shumë faqe, e tham mbi 500 të tilla, janë duke u zbardhur ato hap pas hapi, ka edhe të tjera projekte të cilat ne nuk e dinim fare që ekzistonin madje në zona të caktuara bregdetare që janë perla, le të themi, të vetmet perla të mbetura ende të paprekura. Erisa, ndërkohë, për ta rikthyer edhe pak tek protesta, se çdo gjë lidhet me protestën. Edhe këto që folëm, të gjitha lidhen me atë që denoncohen tek ajo protestë që ne shohim që po vijon përpara kryeministrisë në ditën e 29 të saj. Është ndalur prapë sot kryeministri Rama me sulme ndaj protestuesve, do doja të ndiqni me ndihmën e regjisë. Kemi prerë diçka shkurt nga ajo çfarë ai ka thënë dhe ndalemi edhe tek kjo pikë dhe momenti tek e fundit që është kjo protestë. Ata njerëz që ushqen me problemet të tjerëve dhe janë njerëz, janë subjekte, janë organizata, janë edhe aktorë të tjerë jashtë vendit që ushqen me problemet të tjera. Ka plot njerëz që nuk i çon bulevard në ideologji, në një parti, në një inat abstrakt, nuk i çojnë as like-et, as followers-at. Përveç kësaj, sot një gjë e re ka qenë, për shembull, që kryeministri Rama gjithë faturën dhe pakënaqësive të qytetarëve mbi gjithçka, mbi çdo fushë ja ka faturuar administratës publike. Çfarë për të thënë
për gjithë këtë, jo thjesht reagimin e sotëm. Dhe kërkesën për dorëheqje mbi të gjitha, nëse është ajo një gjë që sipas teje do të ndodhë pashmangshmërisht duke pasur parasysh dhe zhvillimet që vinë për shembull nga Serbia, po I përmbledh në një që të ta lë ty fjalën tani. Në fakt, pyetja e parë që më vjen në mendje është ku është kryeministri Flej Gjum, sepse ai ka pretenduar që zgjohet I pari dhe Flej I fundit. Si mund të sillet administrata në këtë mënyrë, siç pretendon kryeministri, kur ai në të vërtetë është personi që delegon të gjitha le të themi hierarkinë pikërisht që të sigurojë që administrata punon ashtu siç duhet, ministrat punojnë siç duhet, kërkohet llogari, jepet transparencë. Ku pas ka qenë kryeministri? Dhe fakti që ai e pranon vetë që është një problem I administratës, atëherë përsëri jemi përpara një fakti që kryeministri e pranon vetë. Pra ka diçka që nuk shkon. Dhe në të njëjtën kohë, le të themi që është një kryeministër që kërkon të nxjerrë jashtë loje të gjitha institucionet, është një kryeministër që nuk shkon kurrë në parlament, është një kryeministër që nuk pranon interpelanca, është një kryeministër që dhe në raste të rralla kur është përpara gazetarëve ka një sjellje agresive ndaj gazetarëve dhe nuk pranon të përgjigjet pyetjeve, I fyen gazetarët. Është një kryeministër që nuk pranon pyetjet e qytetarëve, është një kryeministër që e bën politikën nëpërmjet podcasteve dhe e bën nëpërmjet Facebookut, pra është një kryeministër që nuk le të themi respekton ligjet vet dhe kushtetutën e Shqipërisë, pra jemi përpara një kryeministri që është duke sabotuar vetë shtetin. Dhe në të vërtetë pyetja është, kujt po I thot që nuk funksionon administrata? Po ja thot qytetarit të thjeshtë? Një qytetar I thjesht nuk mund ta rregullojë administratën, është detyrë e kryeministrit. Është detyrë e ministrave që të kujdesen që çdo dikaster punon ashtu sipas rregullave. Është detyrë e bashkive, e drejtorive. Ka një trik këtu, Erisa, se ai nëse e mendon, nëse e shkarkon në këtë formë, zgjidhja sipas tij mund të jetë që ai qëndron aty dhe gjithë administrata ndryshon. Administrata është fytyra e kryeministrit. Por e ndryshon, ai mendon që e ndryshon. Ata njerëz punojnë për shtetin. Është kryeministri që duhet t'i japi llogari, është shteti që duhet funksionojë dhe pikërisht është ky problemi që sot nuk ka një shtet funksional. Është ajo pika për cilën diskutuam pak më parë, është mungesa e ligjeve, është mungesa e zbatimit të ligjeve. Ku janë ata që duhet kërkojnë më së shumti llogari? Jam shokuar nga pamjet që kam parë së fundmi në kanionet e Erzenit dhe në Përmet. Ku janë njerëzit që janë përgjegjës për të kontrolluar dhe për të evituar, për të parandaluar që kjo gjë dhe ky shkatrim të mos ndodh? Në Bënj, në banjat termale të Bënjës. Ku janë funksionarët e shtetit? Ata që janë mbrojtësit më të mëdhenj të ligjit, por për të parandaluar mbi të gjitha shkatrimin e Shqipërisë, sepse sot, nëse do të na duhej që të bënim një inventar, unë nuk gjej dot një vend në Shqipëri që nuk është shkatruar. Pra nga veriu në jug, nga mali në Bregdet, do të kesh me patjetër zona, fshatra që janë të shkatruara në mënyrë të tillë që janë të pariparueshme. Edhe nëse do të riparoheshin, do t'i kushtonin shumë të mëdha shtetit dhe taksa paguesit shqiptar. Ndaj kryeministri mos na drejtohet me pyetje dhe t'i qaj hallet e tij përpara qytetarëve, është kryeministri që duhet vendos rregull. Megjithatë, ne sot nuk mund t'ia kërkojmë më këtë kryeministrit. Ai është një kryeministër i dështuar nga të gjitha drejtimet. Dhe është pikërisht për këtë arsye që pra, si qëndron një kryeministër si ai në pushtet në ditën e 29 të protestës për ta mbyllur pastaj, duke pasur parasysh dhe ato që ai thot për protestuesit vazhdimisht, po pak rëndësi ka kjo e fundit. Si qëndron, çfarë mban aty? Kryeministri shqiptar me gjitha ka humbur busullën morale, por edhe busullën politike. Dhe nëse më pyesni kush e mban, në fakt do kisha dashur që ta vija vëmendjen dhe tek ata, le të themi, deputet të Republikës së Shqipërisë që sot
nëse nuk do të kishin dashur që të quheshin bashkëfajtor, ose që për vite me radhë kanë rritur kartonat dhe kanë qenë një mbështetje për këtë kryeministër, sot kanë detyrën parsorë që të tregojnë që realisht janë betuar për të mbrojtur interesat kombëtare. Për sa kohë administrata, deputetët do të vazhdojnë të mbrojnë një kryeministër të tillë, atëherë faji do të jetë në bashkëfajsi. Nuk mund të jetë më vetëm kryeministri, por dhe të gjithë ata që i shërbejnë me devotshmëri, të gjithë ata që mbyllin syt përballë këtij realiteti të trisht në Shqipëri, ndaj kjo tregon një pjesë të mbështetjes që kryeministri e ka nga të vetët, por megjithatë shoh lëkundjet të çarje dhe mes të vetëve, por lëkundjen më të madhe kryeministri e ka nga qytetarët e Shqipërisë. Ai sot është një kryeministër që nuk reflekton asnjë lloj besueshmërie dhe qytetarët shqiptar përfundimisht e kanë humbur besimin te ky kryeministër, pavarësisht faktit që ka pasur të gjithë kohën e mundshme për t'i dhënë Shqipërisë një fytyrë tjetër dhe jo këtë ku sot ne jemi përballë një Shqipërie për të cilën të vjen turp kur flitet për krimin, për korrupsionin, për larjen e parave në projekte në Tiranë, në Shqipëri, ndaj ky realitet duhet të ndryshojë një herë e mirë. Erisa, shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi të të kisha në program. Faleminderit ju, Armela. Mirë, ndërkohë vjohet me fjalimet përpara kryeministrisë, shkojmë në shumë pak publicitet dhe rikthehemi.